në shumicën e deputetëve, që përfshihet një deputet me përvojë gjatë, që është edhe një njeri që ka kredibilitet madh komandantit Anton Çumi. Ai ka shprehur publikisht, ai ka folur vetë publikisht. Por me këtë që e tha edhe zotri Gashi, 20 deputet të LDK-s, edhe në përvojën time në të kaluarën. Mund të them me përgjithësi, por edhe me kënaqësi të madhe që uniteti i treguar në këtë fazë na ka ndihmuar shumë edhe ka qitë në nivel tjetër edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pavarësisht deklaratave të deputetëve, sepse çdo njëri ka edhe anën subjektive. Mos të harrojmë, Lidhja Demokratike e Kosovës është subjekti më i vjetër politik në vend. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kaluar shumë plagë në rrugtimin e saj politik edhe për shtetëdërtim të Kosovës, por edhe atë para luftës dhe gjatë luftës. Dhe unë kisha dashur që kanjëherë njerëzit t'i kemi një mirë kuptim, jo vetëm nga vete, por nga gjithë të tjera, se ballafaqohemi edhe me historinë e Lidhjes Demokratike, edhe me hisën e saj, edhe me angazhimin e saj në shtetëdërtimin që ka arrit Republika e Kosovës. Por mund të them atë që e thash. Grupi është unik, ka qenë transparent, deputetët e ardhur janë shprehë te kryetaria e grupit parlamentar, te konsilli zavendës i grupit parlamentar, te kryetari i partisë, në mënyrë shoqërore, në mënyrë kolegiale, edhe kanë treguar për presionet që i kanë ose për kërkesat që i kanë, por kjo ka qenë në fazën fillestare. Ma vonë ju? Jo ma vonë, po ma vonë ato janë bërë dhe ma të guximshëm në debatin e brendshëm që e kemë pas. A ju ka bërë Serbeze Muçajt ofertë? Serbeze Muçaj mendoj që më shumë ju ka bërë presion se sa ofertë, sepse nuk është një person që lejon me u bë ofertë. Domethënë, na ajo që e kemi kuptuar neve më shumë ka pas një farë lloj presioni nga rrethi ose nga ndonjë koleg që pak merr vesh në politikë, edhe ndoshta për interesat e tyre, po si ofertë as që ka pranuar, as që ka diskutuar, edhe është një person që po e them me përgjegjësi plotë edhe që nuk lejon hiç fare, sepse Arjeta Abazit Arjeta s'kan mujt, kanë tentu, po nuk kanë mujt personalisht as ta takojnë, por ka pas të fala ose ka pas, ç'po thon, në gjuhën popullore selame të ndryshme rreth saj, por personalisht i ka injoruar, na ka tregu dhe fare nuk është marrë marrë. Kujt ju ka bo pos Anton Çunit dhe Marigona Geci? Është një prej deputetëve më aktive. Po ku të vinë ata nëse Jo, po kujt? Jo, tjerë nuk tjerë të kanë kështu edhe shpjegimin që kanë bërë formal, se njerëzit e kanë një vendim. Unë mund me të lutë të ditën ty në studion, në kalon në televizion, të e ki një bindje. E ki një bindje, cilën e ke ndërtu, e ki edhe një profil. Po nuk mendoj që... Unë nuk i ndrej bindjet prej ofertës. Nuk mendoj që njerëzit që... Po besoj që mundet me pas të tillë, po nuk i në krahun tonë, të djathtë jo. Ma jep në veç edhe një mundësi, na po flasim... Po besoj as të mbajtje. Emrat që i përmena, po e dallu pe kolegëve tjerë, janë emra që janë lindë dhe janë rritë dhe janë edukuar dhe janë trashëgimtar të familjarëve të vet në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Është edhe pa, dyqysh unë nuk e di dhe ku e merr guximin një subjekt tjetër politik më adresua për ndrim të subjektit, dorën zemër. Ndoshta mund dukna naiv, po nëse dikush e ka pas prindin, e ka pas vllavën, e ka pas dajen, nipin, vetë në aktivitet politik, është rrit me LDK, është fromsu politikesh LDK, e ka marrë mandatin politik edhe ti me mendu që duke e shantazhu subjektin, se mos të harrojmë. Albin Kurti dhe njerëz e vetëvendosjes neve na quajnë bashkëpunëtorë të listës serbe.